Ministrisë Shëndetësisë. Edhe thash s'ka problem. Krah për krah me Agim Ramadanin mori snajperin e urreshtua në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës për të luftuar në betejën e Kosharës. Si oficer që ishte, Beqir Lami nga Peshkopia, pos që luftoi në front, përgatiti e stërviti edhe shumë ushtarë të tjerë. Kjo pasi përvojën e tij ushtarake të marrë në Tiranë gjatë shkollimit, deshi t'u mësoj edhe shqiptarëve tjerë. Ky luftës i mbijetoi, ani pse plumbi e qelloi duke e lënë të plagosur. E më pas u bë pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës nga ku doli vite më parë. Kur e la uniformen, ky burr pati probleme mendore. Si pasojë e asaj gjendje ishte larguar nga familja, duke mbetur i pastre. Për disa vjet me radhë kishte qëndruar rrugëve të Prizrenit. Tek në pranverë të këtij viti, ai u mor në përkujdesje nga qendra Hadër, e cila kujdeset për personat që kanë probleme mendore. Jo bashkëngjitëm Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, jo për pagesë, e jo për parë, por vetëm për gjak shqiptare. Kam marrë pjesë në 6 mars 1996 kam hinë Kosharë. Pa u qa ofensivat e Kosharës. Ati më kanë veti i 86 vetë, kemi konë, ku në ka ardhë urdhri prej ish ministrit mbrojtjes Ahmet Krasniqit që të qatë kufinin Kosharë. Ati kena pas në shumë ofensiv shumë të madhe që vetëm na e dim se që kemi hek. Por Lami tani që ka përmirësime në shëndetin e tij është i zhgënjur, më së shumti në shokët e luftës, duke shtuar se nuk i ndihmuan që së paku të marrë dokumentacionin elementar e të vërtetojnë praninë e tij në luftë. Ai tha se problemet që ju shfaqen në shëndetin mendor bën që ai të mos jeti sigurt në ekzistencën e dokumentacionit të tij, që i duhej për marrjen e statusit të invalidit. Se unë sot mund të isha një viktim, ose mund të isha një dëshmor, ose një invalid që jam sot. E unë sot kam arrit në këtë gjendje që kjo motër e kjo zonë, kjo kretara mu po mba mu tani. Ku janë shokët e mi? Lami thot se për kohën kur ishte keq me shëndetin nuk mban mend shumë, pos urisë e të ftohtit. Kur gjoj, vetëm ku fleqa, në apostole komplet. Ku vajshë? Qashtu është një jem ka thonë. Por tash thot se ndjen pasojën e sëmundjes. Si që kanë arrit në gjithë Kosovën që dikuj ose dikuj tjetër ja kanë bë një shtëpi të vogël, edhe mund të ako një shtëpi të vogël. Edhe mund të ako një penzion, si gjithë tjertë. Gruaja që e mori nën përkujdesje tregon për momentin kur e pa Lamin për të parën herë. Ja s'ka mujt me lujt, ka hec kamas, duras, kur shkumna me marë, me ngrit, sonogrike dhe mbike klap me njeri. Atëherë i thash burit, shko shpejt, ishte buk blej njeri, thash se ky pa buk është që sa ko 100% që e kanë shumë këtë kapt. E mor bukën nuk e besonit që ka hangër her me këtar, shpejt atë që i shkon u tu, që më dhënë shumë, se dhe ne vlezër i kemi. Ajo thot se mundua të gjej mënyrën e të gjendë të dhënat sakta për ish ushtarjen e Kosharës, duke kërkuar ndihmë edhe tek ish bashkëluftëtarët e tij. Zotri Rustem Berisha bileu për qafën, na priti shumë mirë, faleminderit në zyret vetë na çoj, mirë na priti, tha gjallësht nështë do të mundohemi, unë e thash erdha, thash dokumentat, po dhe thash ti gëson të drejtat si krejt veteran të luftës që janë, edhe ky ka nevojë me kësu se ky kërka nuk ka përkraje. Por ish komandanti i Kosharës Rustem Berisha tha se Beqir Lami ishte pjesë e UÇK-s, ndërsa mohoi të ketë qenë nën komandën e tij. Nuk kujtohet, ai ka qenë pjesëmarrës i luftës dhe ka qenë pro ushtarak nga Shqipëria, i ka ndihmuar ushtarët e UÇK-s në stërvitje, përkrahje dhe ka marrë pjesë dhe drejt për drejt në luftime. Berisha shtoi se rastet si këto duhet marrë përsipër nga shteti. Edhe nga organet shtetërore, Lami kërkoi ndihmë për dokumentacion, duke ju drejtuar Ministrisë së Punëve të Brendshme në vitin 2008, ku Bali Muharrema i drejtonte Departamentin për Shtetësi, Azil dhe Emigracion. Aty Lamit ju ofrua leja e qëndrimit në Kosovë. E ndihmë ju kërkua edhe për dokumentacionin elementar, edhe tash kur ai është deputet. Derisa në atë kohë pa të ndihmu për letërvërtim përkohshëm mes Policisë të Kosovës, Departamentit për Migracion e konë,
E mirë, po pas një kohë shumë gjatë, ky person sot shkova aty dhe bona mirë që shkova, edhe erdha në përfundim që, edhe pse s'është obligimi i deputetit, erdha në përfundim me gjeta që ai ka letërhetim të Kosovës, është shtetasi i Kosovës, pasi që e gjetëm në letërhetimin me numër personal. Gjendja në të cilën e pa bashk luftetarin bëri që Muharemaj të shfrytëzonte njohjet e tij e të gjente dokumentacionin përmes një kurorëzimi. Pak ke formë gjatë, ndoshta nuk ka obligimi i deputetit, po për shkak të bamirësisë ftova kryetarin e gjykatës Suarek, mora kontakt me kryetarin e gjykatës në Brezovic, për edhe një herë po them për bamirësi. Aty kontaktova një vajzë që ky djalë me një kohë ka pas punërzim me ato. Ajo ma mundsoi dhe ma dha numrin e letër njoftimit. Pas disa kolegëve që kem në ministri verifikum që po ka letër njoftim edhe është shtetasi i Kosovës. Në njëjtën kohë kontaktova edhe me shoqatën e luftës në Frizaj, ish dosja komplet e Beqir Lamit, dosja është dërguar në Prishtinë për verifikim. Por edhe pse kjo u bë, tani do të jetë vështirë që Lami të gëzojë beneficionet që i takojnë. Shkaku i kësaj gjendje çfarë janë, ata nuk kanë aplikuar fare dhe sot nuk do ta gëzojnë. Të drejtën e veteranëve të luftës janë përmbyll ato do thotë afatet që kanë qenë për aplikim. E tani kur ish ushtari i UÇK-s është mirë më shëndet, nuk heziton të kryejë punë teknike në qendrën ku strehua. Është domethënie e madhe që shoqata Hadër e ka një merit të madhe që e ka një oficir luftarak shoqatën tonë. Oficiri nga garda shqiptare nga shteti i Kosovës ka vetëm këtë mirënjohje.